E vërtet është se kemi pasur një cikël zgjedhor nga 6 muaj, një proces zgjedhor që zgjati 6 muaj ditë. Zgjedhjet kanë qenë të rënda, po mund të them edhe këta zgjedhje kanë qenë shumë të follitura nga ajo që ne njohim, domethënë ciklet zgjedhore dhe që kemi udhëhequr. Këta zgjedhje përmenda domethënë më të rënda, më të gjata dhe më të follitura, që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Rezultatin e dini nga numri i përgjithshëm, domethënë dalja që ka ndodhur. U vërtetua ajo që kam deklaruar më 19 tetor të vitit 2025 në Komunën e Vrapçishtit ka pasur bojkot. Edhe pse tani përsëri nuk u arrit censusi, rritje kishim domethënë nga dalja e 19 tetorit në janar diku 1400 votues, domethënë ku përfshirët edhe Pala Maqedone, që edhe ato tani dulën më 11 janar, ishin domethënë morën pjesë në ato zgjedhje. Po përsëri nuk u arrit censusi, mirë po kushti ishte sipas ligjit, domethënë që nuk vlen më aplikimi i censusit. Realisht ajo as pak nuk është marrë me komunën, punët që duhet domethënë punët e përditshme dhe ato procedurale dhe institucionale që janë. Realisht e ka kërkuar në komunë të gjejë dokumentacion për të shfrytzuar për kampanje, për shantazhim, për politikë ditore e kështu me radhë, po është turp se gjitha sektorëve është drejtuar me shkrim, që t'i japin dokumentacion që ai ka menduar se ka diçka shkelja apo diçka që ai mund ta keq përdorë domethënë për imazhin tim në kampanjë. Gjitha dokumentacioni është me shkrim dhe është në arhiv. Kur tani kam marrur të lexoj, më ka ardhur për të qeshur se cila pas ka qenë detyrë atij, janë i besuar i qeverisë, pas ka pasur mision. Për fat të keq diku ka 200 plan të cilët tani duhet t'i punoj për periudhën që unë nuk kam qenë. Kam gjetur domethënë në sektorin arsimit dhe sektorit tjera ku gravitojnë në Komunën e Vrapçishtit, në objektin edhe në Vrapçisht, ka diku afërsisht 200 land që tani duhet t'i punoj intensivisht, se kanë afate kohore. Edhe di land kam që kemi humbur nga gjigji që nuk ka bërë ankesë në afat prej 8 ditëve, nuk është ankimimi në gjykatën e apelit. Të ketë riorganizim. Po sigurisht tani jemi në mandatin e tretë, domethënë përvoja jonë është e mjaft e mirë. Tani kemi edhe çështjen e koalicioneve që me partnerët e koalicionit do të ulemi dhe do të bëjmë bashkarisht më të mirën e mundshme për të mirën e komunës dhe për të mirën e qytetarëve. Edhe mes nesh ka një harmoni që të bëjmë zgjedhjen nga gjithë tani, cilët do të jenë më të mirët, më të profesionalizuarit në drejtime të caktuara dhe ata do të të udhëheqin qoftë drejtori të sektorit e kështu me radhë. Tani në gjysmë vjetorin e ditë të shkollave që kemi, kjo është që më them, është keq, domethënë migrimi masiv, domethënë ja kemi edhe nxënësit të cilët janë çregistruar në gjysmën vjetorin e ditë, ku ne kemi edhe shkollat dhe fshatrat në cilët shkolla janë larguar me numër sa domethënë ka çregistrime në gjysmën vjetorin e ditë. Kjo është për të ardhur keq të them. Kush janë numrat? Konkretisht në Vrapçisht kemi ti, në Dobordoll kemi ti, në Negotin bashkë me shkollat periferike kemi 18 nxënës dhe në Gradec kemi 11. Nga e 3 projekte se të 11 projektet kanë domethënë leje ndërtimi, urdhëres për punë, mjete të siguruara dhe gjithë janë prioritet se këtë vit do të fillojnë të gjithë. E që ja? Po që më ta themi më prioritet apo më përmburje ta themi është çështja e kanalizimit që kemi filluar me kanalizim në gjithë territorin e komunës së Vrapçishtit. Kjo është më me mburje, kurse projektet tjerë janë domethënë duke filluar nga fshati Gradec deri në fshatin Vrapçisht, janë 11 projekte që kanë filluar, 5 tani së shpejti fillojnë dhe këto 6 dhe në periudhë kohore 3 muaj apo 4 muaj tani që jemi dhe në kohë të timit, për 4 muaj do të mbarojë këto projekte. Të 11 projekte, flasim për tim, dhe të gjithë janë prioritet. Atëherë, do ju pyesim për çështjen e ujit si një domosdoshmëri, të cilën jo gjithnjë e kanë pas në mënyrë të sigurt për konsumim banor. A mund të siguroni qytetarët që gjatë këtij mandati do të mundsoni ujë të sigurt për pije në çdo vend banim? Përfshirë klorimin e rregullt të ujit edhe sasinë e bollshme në çdo kohë. Unë ju garantoj qytetarëve se
Përpos fshatit vrapshisht, gjitha fshatrat kanë ujë të pishëm 24/7 dhe këtë vit e siguroj dhe e garantoj edhe fshatin vrapshisht që do të ketë 24/7 ujë të pishëm. I vetmi fshati i cili deri tani ka pasur ujë të mjaftueshëm, por nuk ka qenë i pishëm. Jemi të vetëdijshëm ne, janë të informuar dietarët dhe kjo ka disa vite që nuk është një vit, po ky do të jetë viti për vrapshishtin që do të jetë i furnizueshëm 24/7 dhe ujë i pishëm. Këtë e garantoj.